interpretimi sakt. Sa është e rëndësishëm bashkëpunimi me mjekët e tjerë, edhe si reagoni kur I keni disa të paqarta gjatë një procedure, si është bashkëpunimi tek ne, themi, në QKUK? Me thënë drejtën, bashkëpunimi tek ne në mënyrë individuale është I mirë. Në mënyrë institucionale, unë s'jam e kënaqur. Unë mendoj që secila klinik dhe secila patologji duhet ketë bordin e cila I përmban veti grupin e mjekëve për me ardhur deri te çelësi I diagnozës. Tek ne në mënyrë individuale bashkëpunojmë, kemi raporte shumë të mira. Për shembull, nëse unë kam një problem dhe du me bisedu me një ortoped, kirurg, unë e thirrj në mënyrë individuale. Kemi edhe konsulta që bën konziliume për shembull për raste specifike, nuk mungojnë ato, mirë po në bazë aditore konsultimet mes stafit nuk janë edhe të kënaqshme, por janë, po jo shumë të kënaqshme. Mendoj që një bashkëpunim I mirë mes klinikave, varësisht për çka, për shembull nëse flasim për karcinom, tjetë radiologu, onkologu, tjetë patologu, kirurgu, do të thonë mjeku nuklear, do të thonë nëse jemi gjithë këta, diagnoza është e saktë dhe trajtimi edhe mandej vijimi I gjendjes së atij pacientit ka më qenë shumë më e mirë. Mirë, po nëse e bëjmë të vetme dhe kemi nevojë për një klinicist ose për një bashkëpunim dhe bashkëpunimi nuk është I qasshëm, ndonjëherë edhe diagnoza mund të më qenë jo korrekte. Doktoresh, a na I përmend se cilat janë urgjencat radiologjike dhe a mund të marrin qytetarët një këshill nga ti nëse një termin për një MRI ose CT është 6 muaj, a është alarmante kjo? Ti qetësojmë pak. Unë mendoj që nuk është alarmante, gjithmonë në botë, kudo që ne jemi eduku, rezonanca magnetike nuk bëhet urgjencë. Rezonanca magnetike urgjencë është vetëm për disa raste specifike. Ne në institucionin tonë, fatmirësisht tash I kemi 3 rezonanca magnetike, por edhe në klinikat private kemi rezonanca magnetike, mirë po. Qytetarët duhet ta kenë qartë që rezonanca magnetike nuk është alarmuese. Nuk duhet me thonë patjetër duhet sot me bo. Nëse është një rezonancë urgjente, patjetër që mjeku ka me reagu dhe kemi me realizu. Në rastet urgjente, zakonisht kryet CT-ja, sepse edhe një infarkt akut I trurit, cila është metodë e artë rezonanca magnetike, një infarkt për një neurologut ai diagnostikohet me klinik. Mandej në CT e sjell veç me pa ka hemoragji. Dhe mandej ata fillojnë trajtimin, mandej nesër, mbas nesër, në vijem, kur e shohin të arsyeshme që pacienti është qetësu, sepse rezonanca magnetike pacienti duhet jetë qetë, pacienti duhet me bashkëpunu me teknikun, zgjatë shumë, do me thonë prej 15 deri në 40 minuta, dhe në urgjenca është e pamundur me realizu një rezonancë magnetike. Dhe për këtë arsye, në urgjencat zakonisht realizohet CT-ja, dhe CT-ja gjithmonë 24 orë, dhe unë mendoj që s'duhet kemi alarme, është në qoftë se kohëve ma herët ka pas edhe termine më së zgjatur, mirë për kohëve të fundit, tu nis për fakti që puna radiologjia dhe në 2 ndërime janë zvoglu numri I pritjes, por edhe në qoftë se I bjan me prit ma gjatë, në qoftë se e sheh sepse mjeku I tyre e shef kur është urgjencë. Dhe kur është urgjencë e shkruan nalt urgjent dhe më njëherë e shtrin pacientin në spital dhe mandena si spitalora e kryet nesërman. Nuk është ndaj problem. Andaj unë apeloj të qytetarët që mos me bo panik dhe rezonancën magnetike mos me konsideru si urgjencë. Unë e di që ndonjëherë dhem, ndonjëherë ka problem me diskun, thot po mu për mdhem, kam problem, duna me bo gjësqysh. E për ata, mandej ekzistojnë edhe institucione tjera, sepse ne duhet të kemi prioritete për pacientët e cilët janë më të ndihshëm, më të rrezikum, sepse ndonjëherë mendoj që të bo shumë panik, ndonjëherë nuk e merr pacienti meritum shërbimin. Këtë kisha pas qef si me thonë, me largu, sepse ndonjëherë mendoj që duke pasur kësi implikime, ndonjëherë pacienti që I duhet, ndonjëherë se merr me kohë.